Përshëndetje miq, ja kur rikthehemi në emisionin pa emër bashkë me dy kolegët e mi, Ermal Peçe dhe Andrej Bala, të cilët janë bashkëdrejtues të këtij emisioni për të folur mbi aktualitetin politik. Një aktualitet politik i cili ka qenë jashtëzakonisht i ngarkuar, bëhet fjalë për disa ngjarje, e cila kulmon me ndrimin në jetë të liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nano, zhvillimin e ceremonisë martore, thirrja në cilësinë e personit të pandehur të zëvendës kryeministres dhe ministres të infrastrukturës zonjës Belinda Balluku, dhe gjithashtu kemi parë që është thirrur në SPAK, po ashtu dhe ish lideri i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Cilësoj se në këtë kohë, njëkohësisht gjykata kushtetuese është shprehur kundër vendimit pra kërkesës që kishte marrë Këshilli i Ministrave në lidhje me shkarkimin e zotit Veliaj dhe gjithashtu urrëzua dhe dekreti për caktimin e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës të Presidentit të Republikës zotit Bayram Begaj. Dita ditës fakte të reja dalin në dritë, ose të paktën kështu flitet, përgjime të reja në të cilat cilësohet që mund të ketë dhe biseda midis zonjës Balluku dhe vargësve të saj. Të gjitha këto ngelen në rendin e fjalëve dhe të opinioneve, jo të fakteve, pasi asgjë s'është e faktuar, por ama shërbejnë për të krijuar një abstragim dhe për ndërtuar disa shtegje mendimi. Kjo është në fund të fundit e synimi dhe qëllimi jonë, pra të afrohemi të vërtetës. Dhe sa më afër që t'jemi, besoj që ndihmojmë edhe ju që na ndisni. Të gjitha këto ngjarje kanë krijuar një ide që SPAK-u e ka rrethuar tashmë elitën politike. Duket sikur kjo elitë politike e cila restauroi veten në mënyrë të pafundme, më në fund u krijua një ide që mund të vdes politikisht është fjala, se mos e ngatroni me vdekjen biologjike, se jorojmë jetë sa më të gjatë, po të jetë për nga pjesa e anës biologjike. Po duket sikur pse i përmenda këto thirrje që ndodhen dhe ndrimin e zotit Nanos. Duket sikur që të gjithë janë të kapur, kjo ide krijohet. Berisha ka një proces të hapur gjyqësor. Zoti Meta po ashtu ka një proces të hapur gjyqësor. Zoti Basha ka pas procese, ka mbyllur me procedurë thirrjet prapë. Zonja Balluku është në proces tashmë. I vetmi që nuk është procesi zoti Rama. Tani ose Rama është më i mirë se të gjithë ata dhe të gjithë ata kanë hedhur kot bak, ose që të gjithë janë njësoj, se kjo është ajo që ngel në fund ditës. Pra, ju jep në veri ekzistenca gjithë kësaj klase politike që ka qeverisur për këto 35 vite, Ermal? Jo, në veri s'ka pse. Në veri kuptimin duken gjithë njësoj? Gjithë njësoj s'ka pse më duken. Po? Mua më duken ligje përcakton kush ka vjedhur, kush nuk ka vjedhur, gjykata e vendos kush ka vjedhur, kush nuk ka vjedhur. Nuk mund të jetë kjo mundësi që t'i fusim të gjithë në një thes. Ka politikanë cilët kanë bërë mirë, ka politikanë cilët kanë bërë gabim, edhe vetë mes tyre politikanëve që ne analizojmë gjatë gjithë kohës, dhe ata kanë veprat e mira të tyre, kanë dhe veprat të cilët i kanë bërë dëm shoqërisë shqiptare, kështu që nuk mund ta shikojmë bardhëzi. Bardhëzi në optikën time ka parë vetëm sistemi komunist, o je me mua, o je kundra meje, po kush ka bërë mirë për shembull? Tani nuk ka rëndësi kush ka bërë mirë, se nuk do të them kush ka bërë mirë, se ka marrë për thënë gjë tjetër. Po jo, nuk e pse krijon iden tani. Me shemin e ndërtimeve pa leje. Pra, thelbi qëndron që një politikan një politikan analizohet në terma afat gjatë dhe bilancit i tregon ka vepruar mirë apo ka vepruar gabim. Pastaj, që ne mund t'ja ta shohim si hajdut, si njerëz cilët e kanë shkatruar vendin e këto, do duhet koha na japi si përgjigje. Ajo se çfarë mendoj unë, sisteme totalitare që janë në përgjithësi ekstreme. Ne që themi anaj duhet me e bën opinionin publik, ne jemi gazetarë, ne flasim mbi premisa dhe fakte. Kurse opinioni publik po ta pyesësh thonë që janë gjithë hajdut, tani ne s'ja ndryshojmë dot me njerëzit që ata vidhen, a kupton se jo nëse dhe i pandem shumë e bukur për këtë që po mos kishte hajdut do ishim se zgjidhje. Ora vidhen shqiptarët apo jo normal? Vidhen shqiptarë dhe janë vjedhur. Nga kush janë vjedhur? Nga klasa politike janë vjedhur. Se ti ke dhe atë pjesën që nuk është se këtë e mohon njeri, por neve unë kur flas që të merre me emra, kur unë mund t'i them një politikani hajdut, duhet ketë një vendim gjykate që e vërteton që ky njeri ka vjedhur. Pra, mund të bëjmë deduksionet se si ngjarje të çojnë drejt këtij vendimit, por unë nuk zgjedh në asnjë moment që t'i përcaktoj një njeriu pa ja përcaktuar një vendim gjykate. Kështu e kam zgjedhur në etikën time. Tani të rikthehem pak tek përgjimet që kanë dalë midis Ervis Berberit dhe zonjës Balluku.
janë përgjime të cilat lidhen me denoncimin që ka bërë zoti Ametaj për tunelin e Llogaras, një tunel i cili të paktën sipas zotit Ametaj janë shtuar 50 milion euro dhe kanë kaluar te një kompani turke. Në përgjimet që dalin midis zëvendës kryeministres së Shqipërisë dhe ish-drejtorit të ARSH-s, tregojnë që këta kanë vepruar, pra çdo gjë veproi me një dorë të hekur zonjës Balluku, ata informonin për çdo gjë, dhe mbi këto premisa dhe mbi këtë situatë më pas ti shikoje dhe analizoje që dhe në këtë pra ka indicie që tregojnë që denoncimi i Ametajt ka të dhënat e veta të plota. Kështu që në këtë pjesë dhe vetë zonja Balluku kur fliste për të takuar turqit, në anën tjetër tregon se si zonja Balluku e orientonte Vis Berberin dhe i thoshte që nga vendimarrja pasi emëroi drejtor të ARSH-s, vendimarrja jote thoshte do ndikojë dhe për rrugën time politike, por edhe të interesave që ne përfaqësojmë. Dhe duket se në këtë moment është dhe një pjesë që kanë dalë në përgjime që lidhet tashmë që fijet mund të çojnë te Rama. Kjo është panorama e parë e kësaj ngjarje. Dhe lidhet me faktin që tashmë në gjithë situatë, në gjithë panoramë të ngjarjeve dhe zhvillimeve, vetë kryeministri Rama duket sikur është në një pozitë shumë të vështirë. Sepse në gjithë të mini dokumentar, po e them thojza, që është bërë publik për opinionin publik, duket që zonja Balluku ka dorën e saj tek veprimet për tunelin e Llogaras, i cili të paktën sipas deklaratave të ish-zëvendës kryeministrit apo dashit zonjës Balluku, janë shtuar 50 milion euro ekstra të cilat kanë kaluar në Turqi. Edhe vetë po të shikojmë në gjithë zhvillime, në gjithë panoramë, duket që situata është mjaft e tensionuar dhe brenda kampit të Partisë Socialiste, sepse vetë zonja Balluku ka mbështetësit e vetë. Publikisht deri në këto momente i ka dalë vetëm Zeqinet Saushi, që ka dalë ta mbrojë publikisht, nuk ka dalë individ të tjerë cilët flasin deri në këto momente pro zonjës Balluku, por këto janë politikisht thoti, nga politika. Politikisht flas gjithmonë. Por deri në këto momente kjo është ajo se çfarë un kam parë. Se çfarë do të prodhoj, ditën e dieshme kryeministri Rama kishte anulluar një vizitë për në Bruksel. Por ky është raportim. Unë në sensin ti vetë valla si ç'a mendon se ti për raportim njerëzit e kanë pa ç'a ka ndodhur. Nuk besoj se na shohin që të shohin themon tani ky i tha, ti se kanë dalë tonë në media. Unë besoj se kanë nevojë për ti se unë të njoh, se mos njifsha nuk ta bëja këtë pyetje. Po ti ishe në një i zakonshëm, thoya, aq e katakatin. Po unë të njoh tani ti do të dalësh me deduksionin tënd me çka nga këto që ke parë me fjalësi të duket se ku dëgjon tani i biti themi këtyre çka ka ndodhur, ne si jemi raportues lajmesh. E tha parimin e vet ai që nuk i do të japi opinion. Po nuk thash më që të thotë është hajdut, ç'lidhe ka kjo me ç'në hajdut. Nuk do të abstragoj pa u shprehur gjykata. Po jo, dhe fakti që thotë që ka ndodhur këto është abstragim, sepse në moment që ti referohesh atyre që kanë dalë, janë zyrtare. Dhe s'janë prova, as janë fakte në gjitha kontekstet. Këto janë indicie. Po pra indicie quhen. Jo, indicie. Telefoni përgjime indicie quhen. Po nuk kanë dalë në mënyrë zyrtare, më kanë. Jo, s'është zyrtare. Unë për shembull pash një postim zotit Berisha, ai ishte një shkrim me notë në një telefon. Po më kishte edhe kështu si model dosje, po nuk e di nëse është. Shumica kështu nxjerrën, nuk ka akoma. Nuk besoj se ka spekulim se këto nuk ekzistojnë, se është modeli prokurorisë ashtu punon. Prokurorisë, po saqë kështu ka punuar dhe modeli prokurorisë më parë, atë njëjtë gjë, nuk është ky thelbi. Thelbi është që unë dua fragime më se nuk është asnjë saktë 100%, që është fakt përgjimi. Ore, edhe ta ketë bërë zonja. Ore, zonja ta ketë bërë, nga mjesi deri në darkë. Se këtu është që këtu ndahemi ne nga raportuesi. Asë diskutohet. Ne dalim për dhënë opinion. Se problemi është të tregojmë njerëzve që çfarë shihet pas daljes mesazheve. Të tregojmë se çfarë shihet mbi qëllimi i mediave kryesisht, qoftë të majta, qoftë të djatha, që nxjerrin tok fjalë që jo palloshi e jo këtë, apo duan ta fusin Belindën me i qorsokak me
ose një konflikt brendshëm me Edi Ramën. A ka ekzistuar ky konflikt më përpara? E bën Rama këtë punë? Në këtë sens kam qef se ti flet shumë mirë kur jemi në kafe, tani më thunë unë s'flas. Zoti Berisha Prandaj jam çik i mërzitur me ty, po nuk jam fare i mërzitur, thjesht dua të ngacmoj. Pas kritik nuk është. Thjesht dua ta ngacmoj që se t'japi atë në sensin. Ja, të bëjmë parashtrimet se besoj do japi zoti. Jo, po unë thjesht, më thënë, ka një etapë edhe në analizë. Bëhet një se çfarë kanë thënë për të kuptuar dhe njerëzit mbi temën, dhe më pas, por du kam interes për të gjuhë mendimin tënd. Po jo, Mario, nuk ka lidhje. Tani, se është o Marsit, më thënë, unë e kam thënë qëndrimin tim që para 2 vitesh, ku kam thënë... S'mund flas mirë raportimet, kur flet Peçi. Ai po thotë, do them mendimin që kam para 2 vitesh. Unë të them njëjtën gjë, unë po them vetëm diçka. Po, individ të cilët ju delegohet kaq shumë pushtet, kanë fund të hidhur politikisht. Dhe kur e kam thënë para 2 vitesh, e kam thënë për të vetëm arsye që individët cilët pranë zotit Rama kanë pasur pushtet politik dhe kanë bërë si kanë dashur dhe kanë vepruar në mënyrë që janë dirë të plot fuqishëm, e kanë pasur një fund jo të lumtur politik. Kështu ka vepruar Sajmir Tahiri, kështu veproi zoti Ahmetaj, kështu ka vepruar dhe zonja Balluku. Por ajo se çfarë unë bëra lidhej me parashtrimin që qytetarët dinë se çka ka ndodhur. Po dhe kanë pas fat më të keq politik. Si? Deleguarit për pushtet në PD kanë pas fat më të keq se sa këta. Mendimin tim. Unë mendoj që ngjarjet politike mi që analizova çfarë po ndodhte brenda Partisë Socialiste. Po. Jo, ti tani e përgjithësove në politik. Në politik brenda Partisë Socialiste si ngjarje po them. Pra mënyrën se si ka pushteteve ndodh në të gjitha ato. E ka deleguar dhe nanu me pushtetin, por nuk ka çuar njeri pas sekurave. Po ta shikosh në pikpamje tjetër se nuk thua që edhe PS-ja zbaton drejtësinë. Pra është pro drejtësi sepse i lëshon funksionarët e lartë. Jo, ma ata kapen Marsit, nuk është se Rama nuk do donte askënd në optikën time ta lëshonte. Rama i donte aty sa më shumë mëkatar. Po nuk mund të iknim Rama, nuk mund premtoj Europën pa kap mëkatarët. Rama në optikën time, unë nuk mendoj që Rama ka 12-16 vjetë që thotë, por Rama gjithmonë thotë, shko, unë kam kuptuar një gjë, Rama atë çfarë thotë se mbana njërë fjallën. Pra Rama dhe po tha do t'ju çojë në Europë, nuk është në dorën e Ramës në çojë në Europë. Në kontekstin... është. Unë kam parë këto 12 vite si kam parë, po i bëri për këto 4 vite... Nuk është për thelbi, nëse se Europa është proces tjetër e malë, nuk është në dorë të Ramës. Europa është një proces me gjërë se i Rama. Rama të ishte pozita tjera, interesa që kishe Europa për Shqipërinë, jo 4 vite, po 24 vite dhe nuk e arrin të dot. Në momentin kur Europa ka interesa me Shqipërinë, i qëllon Ramës tjetë në këtë skakjer, i kërkon që zbatoj disa nga grup kapituj që është më kryesori, a është drejtësia. Po. A i dha drejtësia Ramës mundësin që të fliste si minimalisht, ta konsideron të vete si barabartë mes barabartëve atje ku shkon. Që gjanë në vëndin ton ka drejtësi, po bëhet kjo qoftë edhe për argument. Po ishte një apje kapitullit, po. Ishtë më rëndësishme, s'ka tjetë, tjerat janë kohët, pastaj jo energjia gjelbër, jo bujqësia e këto tjerat, tani ka ngellë shumë pak grup kapitull, mos e një apo 2 grup kapitull për të mbyllur. Dhe po të shikosh që Europa po nxiton. Tani, në këtë lloj kërkesa që ka Europa për Shqipërinë, Rama sakrifikoi hajdutët në thonjzat, pa vendiformës prerë, prezumurat pa fashëm deri tani, për çuar shqiptarët drejt Europës, dhe këtë pse do ta quajtë që se ka mbajtur fjalën ose s'ka bërë mirë. Fjala vjen. Kjo është çështja që ne nuk e dim do e çojë Rama apo jo, e para. Ne nuk e dim këtë. Se ne s'mund ta marrim që do e çojë Rama në Europë. Po bën mirë, janë hapa këto që si nuk mund të na shkalojmë sikur s'ka ndodhur. O Anri, janë hapa, por nuk është përfundimtare. Dhe ne po analizojmë sot. Përfundimtare do pasaportën, po nuk flasim në këtë kontekst apo tani. Po në këtë kontekst flasim. Po nuk ke pasaportë europiane direkte ti, unë po flas kontekstet si ka ecur. Po në kontekstet si ka ecur, Rama ka pasur pranë vetes vetëm njerëz mëkatar.
Rama nuk është se ka pasur njerëz shtetformues pranë vetes. Dhe Rama nuk është se i shiti. Ramës ja ka kapur një drejtësi e cila Rama deri në një pikë nuk e kontrollon dot vet. Kështu që në këtë pjesë nuk është se Rama po i shet. Ramës ka rënë brenda rrethit vicioz që ka krijuar po vetë Rama. Domethënë, edhe në këtë thelb nuk mund të t'i atribuohet Ramës asgjë që lidhet me drejtsinë, sepse në fund ditës SPAK-u apo reforma drejtësisë është votuar nga 140 deputet. Me vërtu 140 deputet, se kjo është pastaj të ngatrojmë mesazh 140 deputet, po pa vullnetin e Ramës nuk bëj. Po dhe pa vullnetin e këtyre nuk bëj. Jo, bëj. Si do bëj? Bëj, se gjen. Po si do bëj? Po e gjente më Po nuk e gjen. Ne flasim mbi fakte, ne nuk flasim me gjen. Unë flas fakti 140 vota për SPAK-un. 140 ka qenë reforma në drejtësi. Si 140 pas një mangut më. Ore 140 kanë votuar, do 2/3. A në 140. Po 2/3 i gjente Rama, po nuk i gjeti dot, i bëri me Partinë Demokratike dhe me LSI-n. Tani ky është fakt, ne tani nuk mund ta mençojmë mbi faktin. Po pra i gjente po them. Por kur ti gjejmë, unë po analizoj mbi fakt. I gjente 2/3. Pavarësisht se u detyruan një pjesë. Kush u detyrua ishin me mesazhe. Po një sekond më burri. Po se tani ti thua, unë po them fakti është ky. Jo, nuk është ai, po them, do analizoj tjetër gjë. Ore 140 është tjetër që votuan si Çeçu, por nuk kalon me 140 ajo. 140 votuan ata sepse ja kërkuan. Reforma në drejtësi kalote me 2/3. Dyshimet kushtetuese, Erman, bëhen me shumicën parlamentare, nisi me shumicën parlamentare, duhet një shumicë jo vetëm parlamentare, po dhe shumicë e cilësuar dhe nga deputet tjerë të opozitës. Ata që nuk ishin dakord u detyruan, Erman, që se do ta dish. Ama ata që po prit më një sekond të lutem sa ta mbaroj. Që ta thjeshtësojmë dhe për opinionin publik dhe t'ja kujtojmë. Atyre që u dërgua mesazh, nuk ishin 65 deputet e tjerë. Nuk ishin të gjithë. Po mund të ishin 15, nuk ka rëndësi. Kështu që reforma në drejtësi... Ore atyre ju imponua vullneti juaj, si Ramës edhe të tjerëve. Po më patjetër. Qa ju imponua, t'ishte për ata s'do donin kur. Ju imponua. Nuk e besoj. Nuk e besoj, se kjo është paragjykim pastaj, është spekulim. Se ti thua... Po pse spekulim? Po nga ti di që se donin? Ku i ke fakte që se donin? Sepse në optikën time, këta lloj modelësh politikanësh kanë dashur që mos kenë drejtsinë në përkam, sepse kanë dashur të bëjnë çfarë duan këta. Dhe këta nuk e kanë pretenduar. Ky nuk e fakte. Kush është fakt? Ky është ndjesi që ti ke se këta kanë vjedhur. Meta kur e votoi, donte që ta arrestoj? Për çfarë të arrestohet? Meta e kishte mbyll 21 janari, vetëm atë hall kishte në kohë. Donte, po them nuk donte. 20 janarin, atë Berisha donte që t'i japeshin procese. Po pra. Të donte që t'i japeshin procese Berishës, nuk donte. Procesi i doli Berishës, i doli për ti të gjë se merrte me mend. Apo jo, ora nuk më kupton dhe një herë. Është njësoj sikur unë mos votoj, prit më fal, edhe një sekondë. Pa audiencës po them. Unë nuk votoj dot një, unë nuk votoj. Perspektiva është Ermali, që reforma drejtësie është gjë e mirë dhe ta nuk e dinin që... Jo, Ermali thotë që, jo nuk thotë atë. Ermali patjetër që thotë që reforma drejtësie është gjë e mirë. Por thotë që Rama nuk e ka dashur bashkë me të gjithë tjerët reformën drejtësi për shkak të prezumimit të fajësisë që mendon gjithsecili deputete se ka diku e ka ngjyrë që gishtin. Kjo është ndjesi. Se kanë votuar duke matur kokën mrapa. Po, kjo është ndjesi sepse një sekond të lutem, asnjë nga çështjet që po flasim nuk ka lidhje me reformën drejtësi. Po nuk ka lidhje Belinda në 2021, kur 22. Ishin mesazhe. Ç'pun kishte? Ishte SPAK-u aktiv. Reforma drejtësisë është bërë 2013-2019. Tani nuk po flasim për ca vepra që janë bërë tani së fundi me Erman. Nuk kam pa vepër unë 2013-s e 2014-s. Diskutohet vetëm me Diu dhe Berisha për shpërdorim detyre dhe kaq. Mbaroi iku ajo kohë. Ne po flasim për çështje që janë bërë, pra unë duke mos qenë fajtor, unë jo reformën drejtësi. Duke mos bërë krime, jo reformën drejtësi, po të votojnë diktaturën, që të dënojnë edhe kështu me gjyq popullor. Sepse se ndje vetën të fajshëm. Nuk në raport, krimet që janë kapur, ose korupcioni, apo çdo shkelje tjetër ligjore, është kapur pas votimit reformës drejtësi. Po veprat paktën, se ka vepra tjera përpara asaj, patjetër. Kështu që në koncept besoj unë tani.
që nuk është kjo pse ata nuk e kanë votuar, apo sepse e dinin që ajo ishte e pashmangshme. Dhe këta Orman, më falni se tani po thuaj dini që ishte pashmangshme, pra s'ka qenë vullneti tyre, ka qenë i imponuar vullneti. S'është imponuar më, s'është i pashmangshëm. Ore, do hysh një ditë e këta, e di që një ditë do hynë në Europë, Erman. Ç'është ky vullneti e ka këta, po ja imponoi Europa. E di që një ditë do bëhet edhe do kalojnë edhe në vetin, në sitën. Po këtë po them Moran. Po jo, mos është projekt, nuk ka lidhje imponimi apo. Ore, si është imponim? Imponim është kur thotë e do hysh sot me një këmbë, se e di unë, do e bësh sot se e du unë. Ky është imponim. Po nuk ta bën njeriu dua unë sot, se tani po flasim për politikë, nuk po flasim për dëshirat tona. Ka gjëra që i kanë bërë. Po nuk kanë bërë, më thon një veprim që është bërë në Europë, dua unë. Jo në Europë, jo. Po Europa po na kërkon, po nuk po Anëri. Se po jemi të dy një mendje, po diskutojmë. Po këtë po them, të dy një mendje jemi, se jemi dy mendje ndryshme. Fakti që ndërkombëtarët apo Bashkimi Evropian do ta fusi Shqipërinë për arsye gjeopolitike drejt shejtan, që ka lind tani, jo kur u votuan 3 ligjet dhe as kur u votu reforma drejtësi. Kjo dëshirë ka lind tani. Ka lindur dhe më përpara, ata e kanë pas plan, se nuk funksionojnë pa plan, nuk janë si puna jonë. Neve jemi kështu, ndrohet një qeveri, ndron gjithë administratën, i hedh tërë në kosh. Po drita jeshile është dhënë tani 3 vitet e fundit, po flasë, nuk po flasë. Por, që ty të jipe një dritë jeshile, duhet bëheshin këto. Rama, kur ka ardhur dhe t'i largojmë se s'do të qëndrojmë se çka ka thënë. Rama, që kur ka ardhur, ka thënë unë do t'ju fus në BE. Që kur ka ardhur në 2013. Dhe pandaj vjen gjatë, se munduan edhe 12 vite që fusin. Jemi në 2000 dhe 12 vite tjetër do fitojmë. 2025, po vëm 2026, po shojmë BE. Pra, mbi këto premisa po them, janë imponuar dhe një pjesë e këtyre që janë afër Ramës më Katar. Duhet vdesin që t'jetoj sa më gjatë Rama. Ka mallin, po logikisht ashtu ndodh. Ai ushqet nga gjaku këtyre. Pra këta i ka kurban për librin e dytë. Kurbani i dytë do jetë si mori gjithë ta mënjanë edhe i flaku me Veliaj, me Ballukun akoma, me Tahirin, me Ilir Beqen, ne harrojmë Ilir Beqen, ka qenë shoku i ngushtë i Ramës, është pas sekula. Po ju këtu po e ndan tani sikur ka arrestuar Rama, te ka bërë drejtësia. Po them Qa ti bëj Rama tani, ti dali makinës së BKS për para, mos ma merë një shokun. Jo, po them kurban, pra ai kur i ka zgjedhur, këta në optikën time mërë, ai ka zgjedhur dhe i ka parë pikat e dopta këtyre. Edhe ka thënë këta janë të prirur për të qenë më Katar. Dhe këtyre po ju dhe pushtet, ta do të hyjnë pushtetit edhe për të ma vërtetësuar mua që më shërbej me devotshmëri, por dhe për të shërbyer interesave të veta. Do aplikojmë pasaj, do e përfundojmë të, po do aplikojmë një njëtin kriter pasaj dhe në Partinë Demokratike. Ore, aplikotit njëtin kriter në çdo parti se... Pse për shembull zgjedh një kryetar i caktuar, pse në atë kohë Berisha zgjodhi Bashën, çfarë cilësisht forta kishte ose cilësi? Tani ne po flasim për kryetar. Po pra jo, po flasim si për zgjidhjen e njerëzit. Kryetar pra ishte Basha, mirë si për zgjidhjen e njerëzit në lojën politike. Në lojën politike, po në lojën e pushtetit. Me ide që si janë të kapur ose sa cilësisht po. 3 ligjet i votoi Basha, më brok i votoi Berisha me Ramën. Që bën marrëveshja 17 majit. E di pse do atimi korrekt me të gjitha palët. Po pra, patjetër. Krijohen diferenca. Tani, trinte PS. Kjo pjesa e futjes bëhesh e vërtet sepse edhe zoja Marta Kosi ishte shprehur që është komisionera e Bashkimit Evropian për zgjerimin, e cila flet me kapitujt për mbylljes dhe mbylljen e kapitujve, flet me super fjalë të larta. Tash këtu po thyen disa rekorde në Shqipëri dhe unë jam i kënaqur që jam shqiptar. Pse? Domethënë një qeverie në cilën i bie ministri i brendshëm sepse dyshohet që bën trafik droge dhe akuzohet për shpërdorim detyre në fund. 2 ministra të brendshëm. Shumë saktë. Se tjetri për vllajin. Dakord jam. I dyti është pak tendencë komuniste ajo, po ka pasur dhe akses. I shkon fiks? I shkon, dakord. Kostumit të Fatmir Xhafës. Tendenca komuniste. Dy ministra. Dakord, nuk e... Po bët zëvendës kryeministra e dytë që dyshohet pse është korrupsion. Shkelje bazisht në tendra nuk është vetëm një figurë vepre penale. Shto edhe tjetër. Nëse është bashkëpunim, është grup që ka bërë disa herë, ka bërë vetëm një herë. Ka element të tjerë. Ministër shëndetësie, brenda po, i akuzuar për, edhe ai për grup tashmë shtuar akuzën e, për grup strukturuar, përveç atyre faturave të restorantit. Vazhdon të rinë detyrë. Ndërkombëtarët e ftojnë, madje kishte marrë çmimin Karl Liman. Kush? Rama më. Po, e di, po. Sa se the për
Tani vëlla këtu ka i gjë, sepse këtu ka i dikotomi, që mua s'pëlqen që Ermali mban dy standarde. Ndërkombëtar nuk i shohin gjitha këto, sepse në Europë unë e di që në Belgjik ka rënë qeveria. Ndërkombëtar nuk veprojnë si duam ne nga këtu. Shprehen. Si të shprehen ata, pse për çfarë themi ne do shprehen ata? Ta përfundoj për çfarë. Në Belgjik ka rënë qeveria vetëm se u mbytën qytetarë. U mbyt Po dim aty afër. Në Gjermani jetë dorëheqje ministri sa i kapi një pjesë e doktoraturës pa gjetur. Këtu nuk japin dorëheqje ku kanë akuzën spak ose ku thirrën spak. Këtu nuk japin ku dëgjon qeverit dorëheqje dhe të fitojnë legjitimitet politik edhe kur gjysma e kabinetit i bie brenda. Tu ndërkombëtarë thonë le të hapen kapitull, çdo gjë është mirë dhe ne mbajmë shpresën ata kur nëse s'është Edi Rama bosi të gjithë tyre, në një lloj kuptimi. Edhe ata ngrenin Edi Rama, si të kemë besimu të këta njerëz, është thojnë si jemi të tre këtu të vriten njerëz dhe ti të akuzohesh, ëndër të akuzohet edhe thonë ky është televizion shumë i mirë sepse Marsili është burr i mirë. S'ka sens. Unë se kuptoj si mund ta bëjmë kaq kontradiktore logjikën tonë, themi po ata s'kan si të shprehen. Po pse nuk mund të shprehen një zotëri kur ke gjithë bashkëpunëtorët më të afërt, siç e ndërton dhe ti me opinionin tënd. Si ka mundësi që ti s'kjasi përgjithësi politike, dhe nuk është estetike më. Dhe kur e shef mbi nga disa një sekond. Do shpreh ndërkombëtarët për të çështje. Jo, ndërkombëtarët. Kemi fjalë te kriteret, se gjithmonë kemi marrë. Po kriteret po them. Se kriteret to kanë qenë që marrin një pjesë politikës. Suporti jonë ndërkombëtarëve të Bashkuar të Amerikës, sistemi. Por ndërkombëtarët a kanë parime? Kanë. A mbajnë veten ndryshe hiqen ndryshe i zbatojnë parimet në shtetin e tyre, ndryshe zbatojnë ligjet në shtetin e tyre, ndryshe zbatojnë përgjegjësinë politike qoftë morale në personale në shtetin e tyre, po kur e bëjnë këta, pse erësohen nga Rama? Japi dhe çmim, Karl i Madh. Se dia ke dikur. Sepse që është babai i Europës, ë? E di mo Karli. Çmime. Po nuk e kam për E kam pas për tjetër gjë të madhe. Çmimet janë gjëra simbolike që Rama mund t'i marrë dhe nuk kanë lidhje me gjeopolitikën apo me vendimarrje politike. Po s'ka lidhje të marrë çmime. Seriozisht e ke tash? Po si sa të marrë Nobel Paqe, Nobel Paqe. Ambasadori anglez së shprehur. Po. Ndërkohë që Berisha në shpallën non grata për shkak me të drejtë, se duhet të aplikojnë standardet përgjithësisht. Por ndryshe pasaj se për çfarë do shpreh më burr se kuptoj, ai është kryeministër. Në detyrë. Si do shprehet një ndërkombëtar? Do ta marrësh përgjigjen apo do të vazhdosh bësh pyetje? Ka një parim logjik. Po. Që i njëjti kriter ose i njëjti rregull, në mënyrë që deduksioni logjik të disa do të aplikohet në çdo situatë. Po, normal, se s'mund të jetë për këtë ashtu për të tjerë. Se ti nuk mund thush kur të doj qefi që po, gjeli detit fluturon, dhe fluturon me gjithë pllumat e shtekton, dhe kur s'do ty të gjeli detit jo më kërcen. Si ose ka përplasje, po. Tani, ose shprehemi për të gjithë, edhe aplikohet standardi për të gjithë. Ky Marsili çfarë po thot? Ai prit një sekond, ai logjikën e ka shumë të mirë. Problemi është se kur ti do t'i bish atit në logjik, ti e sulmon tek parimi i disproporcionalitetit që përdor me dy shtylla të ndryshme. Pra ti thua ke këtë logjik, po për këtë e bëni syqore i vesur. Ka që po, në këtë sens. Këtë po të bën ai. Ti je shumë i saktë. Po pra dhe ky e ngrit parimin. Në politik ti më bën parimin, po këtu e shkel thot. O Andrej, në politik nuk funksionon siç duam ne. Pra, ndërkombëtarët se ne duam ti do të shprehur ambasada amerikane se ma thënë zero. Që gjithë pjesa më madhe kabinetit i ka shkuar. Nuk ka pse shpreh për të gjë sepse ai shkon si partner apo si mund shpreh, po si mund shpreh ambasada, ore Nisi, nuk e di do me thëmë, por okej. Më thënë se si mund të flasë ambasada amerikane. Po pse du të shprej ambasada të thotë që në qofë se mbani Berishën do ani barë demokratëve? Ç'lidhje kishte këtu? Qofë se zgjidh që është një diçka që zgjidh me vullnet, pse këtë do ta pranojnë? Sepse ata Ramën. Pse si thonë me Edi Ramën në va do vidheni? Doni ta mbani. Nuk kam pse e thonë me Edi Ramën. Edi Rama është kryeministri i vendit, ja them unë dy standardet për shkak se nuk ndodh. E para është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërkombëtarët nuk flasin për çështje të cilat janë të brendshme. Për Sali Berishën ata kanë folur në kontekste të tjera që as ti as unë nuk e dim dosjen.
dhe nuk mund të bëjmë të flasim ne në ajër për një gjë që nuk e dim, se atëre përdorim të tyre ka neni normal 3 vjetësh tani se më çmendë. Anëri, ne nuk e dim dosin që. Po çfarë s'dim është Po nuk e di, tani Nograda nuk është shap, por tani ne mund të flasim. Po t'ja hapi Nogradës. O vlla, ka një dosje. Ka lidhje me grupet më të fuqishme të gjithë botës. Ore mund ta ketë se s'po e bëj për të bërë Berishën, ne po flasim. Jo, po prandaj po them pra se këtu ma nxjerr, un jam me ty gjithkohë, se ti e di shumë mirë. Po prit mor burr. Sa po the Berisha ne nuk e dim që kam dosje. Ti tani po i hedh kësaj gjës që ti thua un kam parime dhe nuk e bëj, sa po i hodhe ngjyrime. Lere ç'a është, nuk po flasim, lere ç'a mund të jetë. Nuk po a the flasim ç'a është. Valla, në shtetet 1 sekond. Dosja që më shpërdorin detyre për rastin e dosjes Partizani, s'ka tjetër. Po nuk është pallur Nograda Berisha për çështjen Partizani. Po çon si kamër vlla, ku është fakti penal sot? Po 1 sekond më po politikisht ata kanë tjetër metodologji se si funksionon Nograda, më bursi e marrin e mini e thjesht zonin si ta duam ne. Po kë ka dënuar Amerika me Nogradën? Po ja hoqën do dikut më burr. Si hoqën do dikut Nogradën, i hoqën seksionet ekonomike nga thesari i shtetit. Po tani jo, nuk është njësoj. Nuk është njësoj tani se kshu i bie që të gënjejmë njëri tjetrin dhe kshu nuk diskutohet. Të patë mes njëri tjetrit. Departamenti i Thesarit në departamentin e shtetit tani se ha flasim. Normal, kur flasim për një vend që jep amnesti Berisha është burri më i mirë, Amerikanët i kanë rënë me qafë, ata duhet i bien dhe Ramës që Berisha dhe Rama të kenë një barazi. Ti mund të thuash Marsit që pse në këtë situatë, që është i situat Leshi, që Edi Rama është i korruptuar, që është Partia Socialiste e gjitha pasekurave, Berisha nuk proteston. Këtë thuaj, ti dhe na i shpjego. Qëndron absolutisht edhe kjo. Këtë na thuaj, tani ata duhet ishin shesh, dilin protestonin te Veliaj, turpi botës. Nisteshin për te Rama, përfundonin te Veliaj. Dhe nuk vini kur, do me thënë, 2 vite ca, nuk protestuan, nuk tha një fjalë për Edi Ramën. U morën me Veliaj, a thua ti se Veliaj kishte fatet e Shqipërisë në dorë, edhe për Ballukun qa po thonë ata? Ja ta them unë. Apo atë tjetër mëse se thua ti që deputet. Ore, jo më jo, ti nuk je zëdhënës, ti je zëdhënës si të vërtetës, unë prandaj drejtohem se ti referosh vetëm vërtetës. Edhe ti po ashtu. Dhe jo, po unë nga ty e kam kopjuar të gjë, se unë mësoj nga ty. Dhe në këtë kontekst, të them vetëm kaq, pse s'thua ti që deputet Partisë Demokratike dilnin dhe me regjistër denonconin Veliaj, nuk e pe kur që ata të flisin për Ballukun. Ta ka përgjigjen tash. Thuaj tani se si edhe Veliaj, edhe Balluku kishin deputet të tyre, apo në punë si deputet, brenda Partisë Demokratike. E qa bënde Berisha? Ka që jo ti kthe përgjigjen asajt, leri pyetët e Po unë dhe kthej përgjigjen ashtu se kuptoj unë, unë dhe kthej përgjigjen ashtu. Unë them kthej përgjigjen e asajt, unë nuk thash kthe përgjigjen që dua unë. Unë nuk bëj pjesë tek njerëzit që mendojnë që ekuacioni politik barazohet, po thanë dhe për Ramën, një të gjë që i bën Berishës. Pa të shpanë Ramën në Ngrata dhe unë jam i kënaqur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, s'jam dakord me këtë. As nuk jam nga ata që pretendoj që Edi Rama trozohet se do shprehë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por po them, kur ti pretendon që ruajtja e konstitucionalizmit, ruajtja e legitimitetit politik, garantimi i respektimit të ligjit dhe të pavarësisë së institucioneve, është fryma dhe pjesa kryesore e normave dhe parimeve që ty ta bën një shtet alat ose ty është në marrëdhënie diplomatike ose ta kesh vend partner, dhe kur shikoj që këto principe shkelen, kjo është një gjë, e di kush më pëlqen mua, jam dakord. Zoti Trump është më i sinqert në kuptimin e politikës së jashtme. Tha, neve nuk na intereson fare se ç'bëhet me politikën e brendshme në një vend caktuar. Dhe mund ta përdorë si argument në këtë rast. Thosha ai ka shprehur, aty intereson. Jo, nuk tha kështu, ai tha kur të preken interesat tona reagojmë në saj. Po pra kur preken interesat tona. Po nuk tha që s'më intereson. Po ne vetëm Trumpi nëse nuk Marsi, nuk mund ta parcializojmë gjeopolitikën në këtë kontekst e vret mendjen Trumpi për Ramën, Leshi, Preshi tani. Për ta përfunduar, sepse pse Sali Berisha dëgjoj, kur të filloj punë këshilltari Sali Berishës do marr përgjegjësi që nëse do të bëj protesta. Ore fola, tu drejtova aty si zëdhënësi të vërtetës së burrë se ti vetëm flet vërtetën në këtë kontekst, po jo për të thënë që kur të nis punë te Berisha që dëgjoj Berisha që të marrin punë. Kjo është gjë tjetër, unë po them tjetër. Nuk e di pse unë e kam vlerësuar gjithmonë. Mos përfshim unë thjesht jam Ore, ky në këshilltar tha, po ti isha këshilltar thash unë po të them. Kam thënë për protestat. Ti the unë nuk jam këshilltari, ti thash kur të marrë unë do pres përgjigje, unë pres aty. Po në qofë se kemi dalë këtu, për më thënë, dua unë, s'dua unë, edhe unë lëviz dhe i keri dhe kur të kemi i tem që do një... Do më ta mbaroj burse po me shkot me Cicmica.
Po me shkot vetëm që të shmange shtelbit. Më dëgjoj dhe pastaj kundërshtohet me anë logjike, se këto pse s'bën ky, pse s'bën ai. Unë s'kërkoj të llogari të them unë ty pse s'qethet filan politikan. Po llogari fare unë ty o Marsit. Po, çu i bie më si të kërkoj ty pse doli pa qetha i spak. Po kërkoj fare llogari. Po them edhe herë. Më dëgjoj me kujdes. Ajo që po dua të them unë është që nuk e ndërton dot një parim universal politik në lidhje me qëndrimet subjektive të disa përfaqësive diplomatike ose të qëndrimit të një faktori ndërkombëtar, se nuk është parim. Nuk e pranojnë as shkencat politike, as real politika. Nuk mund thush që standardi i kuptimit të fushës politike, qëndrimi i faktorit ndërkombëtar dhe institucionet e drejtësisë. Po e pranorit politika, pranon parimin e forcës, parimin e forcës, parimin e forcës, parimin e forcës. Po vlen drejtësia po ti parimin e forcës. Nuk vlen drejtësia. Çfarë lidhje ka me drejtësinë? Parimi i forcës, çfarë lidhje ka me drejtësinë e brendshme geopolitika? S'ka si lidhje. Po jo, atë siç funksionon geopolitika. Ne mora vesh. Ta shtensionoj pak unë. Në kontekstin se unë e bëra për të ngacmuar imagjinatën edhe për ta çuar muhabetin për te asaj, po ju e merrni sigur. Ora pse merrni sigur? Ne jemi pasionant çka kiçe kam. Mirë, okay. Sikur është tema që dua të them unë. Kam merak se unë po them që gjithë elita politike, unë po jap një premizë. E ka humbur legitimitetin politik. Do thotë ka humbur raportin me njerëzit që i votojnë. Jo se s'kan votues. Po nuk janë më zëdhënës të halleve, të problemeve, ose të infryme politike si të rregullojnë ta njerëzit që përfaqësojnë. Ju flisin, po ju po bëni sikur zjeni me njëri tjetrin ndërkohë keni të njëjtat mendime. Po pra, po jo më po mirë. Vetëm thjesht ndani rrafshet ndryshme, e duket më shumë sikur po zjeni për këtë. Aman e bëj tuf maskaren që janë problemi është. Po këtë po e them. O Anri, të them diçka të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Antena Televizion, duke ju rikujtuar të komentoni mendimin tuaj dhe ta shpërndani në diasporë, por edhe në Shqipëri, kudo që flitet shqip, është shumë e rëndësishme një subscribe, një koment për të temat cilat ne diskutojmë. Më ngacmove tani. Jo, nuk jam ide, ai e di që unë e du fort. Prit, një sekond. Pa se bë, nuk e kaloj asnjëherë. Ngacmove me idenë që the diaspora ti bëj share. Unë mendoj se gjithmonë diaspora ishte. Unë mendoj që edhe këto që themi ne në kontekst edhe prandaj gjithë her pas here kërkoj mendim qoftë atyre që jetojnë tu po dhe koncepti diasporës. Unë nuk besoj se një person diaspor ecën mbi parimet që ecim ne ose i shef politikanët e vendit ku jetojnë të reagojnë midis parimeve që pretendon të mbaj Edi Rama, Berisha, apo kushdo tjetër që i ka ardhur tyre para apo mbrapa historia. Kështu që nga njerë, prandaj hedhin perspektiva ndryshme Erman, edhe Marsit për të lidhë edhe i qik ma ata që jetojnë jashtë, përse nuk më themi tani këtu të bëjmë si duam ne, se do ky zotëria dhe deri diku bie dakord dhe me ty dhe me Marsitin. Problemi është që ju keni të dy të drejtë, vetëm se nuk e përcaktoni fushë petejen. Pra, Arsidi është shumë i sakt nga perspektiva nisur nga Shqipëria, ti je shumë i sakt nga perspektiva të nisur po nga për shembull Gjermania apo Danimarka, Suedia. Më kupton? Në fakt, perspektivat që ndajmë ne duhet të jenë sakta edhe këtu njësoj si atje. Nuk mund të jenë tu të flasin për bondën që ky është parimi apo kjo, ajo dhe nuk e zbatojnë parimin e. Kjo që jam me ty. Jam me ty, man. Edhe në raport me të komë. Unë e ngrita pyetjen. Në raport me të kombëtar tani. Për posa sajt. Pra, është njësoj si kur Ermal, për shembull, neve gjithmonë kemi për diskutime, po nuk e ulesh dot me një kriminal dhe ta bësh shok? Ta bësh shok? Jo. Tjetë modeli që ti aspiron t'i prezantosh familjes tënde, gruas, kalamajve, dhe ti thuash bëu si ky. Jo. Iku. Del me dot me një hajdut që ti thuash ky nuse, ky është shoku im i ngushtë dhe ky është modeli im. Qoftë kurvara apo ku dëgjon, nuk i thua ato se thotë nuse, ky është si ky. Kështu është dhe problemi i Kosit dhe i Dhallës. Që edhe këtu ka drejt me i far momenti Marsidi. Por rëndësit pse ke detë edhe ti dhe Marsidi, se në arenën ndërkombëtare aty nuk i intereson fare nëse Rama është kryetari i shoqatës së hajdutëve. Ase na mungojnë me 100 miliona euro çdo vit.
Po, nuk ka rëndësi për ata. As se narkotrafikantët Shqipëri i ka shkuar portofoli me miliarda euro. Aty hyn ata, e ke vërre që bëhen më tegër të ajo pjesë? Po, kur i cënon, po. Po pra, është e që the kur i cënohet. Këtu do luftoni ju. Po pse shprehet për luftën ndaj drogës dhe nuk shprehet e zëm për luftën ndaj politikanëve të korruptuar? Fjala vjen në këtë koncept. Ore, ke fondet e i partit i, sa për mesazhe po dërgojnë ata? Po pra. Kanë vjen lekët e tyre. Po pra lekët e tyre, thanë ato nuk i falim. Frida Krif, tha, personi. Po, ka qenë më për të tërë, po për them që... Me shokun Për i ta. parti, për ta. Më fani me shokun ta. Tani, kur vjen raporti të interesave tyre, ne mi popull që udhiqemi nga një drejtësi që e kemi votuar, e kemi përqafuar, dhe këtu po bëhet drejtësi. Po nga perspektiva jonë është krejt tjetër. Pra nëse ti nuk takon do të një ajdut, një kriminal, të prezentosh si model, as bashkëshortes, as fëmijëve tu, që ky është modeli, shoku im dhe modeli që ju duhet të ndiqni, atëherë si mund të thuash ti për Edi Ramën që ky është kryetari i çetës së ajdutëve, fjala vjen sipas raportit Spahut, po të ecim në parim me aq sa kemi deri tani, pavarësisht se besoj hiç këtë gjë më. Unë po marr hipotetike. Po. Unë se besoj këtë gjë. Nuk e besoj që është e vërteta kjo biles. Po bëjnë debat, rrim 4 orë bashkë për këtë pjesë. Por mbi këtë parim. Ti nuk më del mua që këtu është bo drejtësia, është bo kjo, është bo po kryetari që të ajdut është njësoj sikur për shembull një familje mafioze në Itali për shembull, të arrestoi gjithë këta ushtarët e Totorinës, takoi Totorinën dhe thonë ky është burr shteti. Madje Androti pra të gjuhë pra gjykatë, Po pra, fitet që ka bërë takim. Që doli pa fajshën. Në fund. Po, pra fat të parashkrimit. Parashkrimit. Problemi është që ne po diskutojmë politikën në Shqipëri, nuk e diskutojmë as me syrin me xham dhe as me atë pa xham të Martakosit. Ne diskutojmë politikën mbi atë që mbi përjetimet tona personale. Dhe përjetimet tona personale nuk janë as një pashaport për të lëvizur në Europë, për të na dhënë sa mundësi për të shkolluar apo për të punuar apo çdo lloj gjë tjetër. Po dëgjoj. Se Europë se masohet tash se shpert. Po. Në geostrategji. Hajde bëjmë bisedë. Që e përdorin Thjesht desha ta shtensionoj pak se meqense më kujtoi. Se keni të drejtë të dy, po s'po merrni vesh. Se gjithë përfaqësia politike e demokracisë kristiane ka qenë mbështetur nga ambasadat amerikane nga shërbimet amerikane. Ka qenë një parim. Sepse geostrategjia nuk mund të lejojë ti të zbatosh gjithë rregullat morale. Ata thoshin do bëjmë pizduar, po jo ndërgjigje. Po. Pra, domethënë lufta do bëhen me mjetet që kam në dorë. Mirë, po kjo nuk është parim moral. As parim universal, as parim mos kontradiktor. Dhe që tha nuk jepet, ligji më i fortit nuk është drejtësi, është shumë e vërtetë, është edhe shumë e bukur që tha Marsidi. Është njësoj si tani që një dikush me muskuj, të të vitë trafit tani s'është me muskuj. Po, legjitimohet se ka muskuj. Në politik funksionon. Dhe ti thuash unë do marr armën se ky ka muskuj dhe do e shem në tokë me armë. S'ka drejtësi. Në politik funksionon. Nuk ka drejtësi morale. Po them si funksionon. Po unë po them diçka që si funksionon politika thash, nuk thash se si në kontekste gjeopolitike me të lexuar e kam, se nuk është se kam me të përjetuar, se s'kam qenë në politik. Por në kontekstet e gjeopolitikës ka funksionuar. Ore, a duket mirë ty që Macroni rref shpatullat Ramës? Edhe i flet edhe kështu. Një lider që flet si mik dhe e dekoron, ndërkohë që ky miku ti, premisat që ka Macroni, mbi logjikën që ka Macroni për hajdut të lëkun, korrupsionin dhe se si duhet sillet një shtetar ku ka, e imagjino do të Macroni të kishte një 30-40 zyrtar të lartë në burg. Shumë dakord jam me ty. Po më jam dakord. Por atyre nuk Çfarë do bënte Macron? Po mi pra prandaj po them pra që na ndaj nga perspektiva se si na shohin të huajt ne. Un jam dakord që pa ata neve nuk do ishim këtu. Dhe ndoshta për të mos ndërhyr punën e brendshme, po jam dakord dhe me ty me që thua që na japin mekanizmat në mënyrë që të çlirohemi nga kjo e keqe që na ka kapur. Jam shumë dakord me ty patjetër. Po hajde ta themi, unë mekanizmin ma jep, po mos ja udhë dorën qafat e trajton si kunati, e baxhanaku. Këta si kanë gratë motra dhe kanë një jetë që njifen. Edhe marrin këtë thot ky te çmimi pastaj ja vlen ta carohet ky se thot mirë që ma takon aty ma ban kafe. Po jo vetëm ma dekorosh për hero. Në këtë koncept po flasim. Po sepse më kupton çfarë duhet të them. Mund të kuptoj shumë mirë, por janë disa shtete të cilat
politikisht kanë vepruar me disa njerëz cilët janë autokrat Absolutisht. dhe me disa individ cilët Absolutisht, diplomacia e pranon këto. i marrin, ju edhin dorën në qafë, pastaj ju varin litarin. I fusin gishin prapanit. Tani duam ne, Kjo punë e mbajës litarit. nuk duam ne, po tani Se për shumë vaj litar mund t'itë dhe rëmaj që pas 4 vjetësh mos e lejoj të fitojmë. I dashur shoku im Tili. Ta kthemi çik në jeni dakord se unë besoj se u zarua mbi temën e ndërkombëtarizmit. Ai me fjalë në thelb ajo që ka nisur tani së fundmi përpos idhënimit të zëvendës kryeministit parë, kemi, po ta shikosh, kemi një Edi Rama, i cili ka 3 fronte lufte. Vetëm këtë mbrapa e ka të lirë akoma nga ndërkombëtarët. Në kratë majt, i del Beni. Përpara, i del Bela. Në kratë djath, i del Erioni. Pra, godet Arbeni, nga perspektiva, godet Belinda, ose është i goditur. Nuk ka rëndësi kjo. po. Se është krau djath goditi Erioni me kthimin e dekretit, me rrëzimin e dekretit e kthimin në detyrë. Goditi ishte. Arben Ahmeta po flet nga Aratia. Belinda po nuk pranon dorëheqjen për një mirë arsye, absolutisht ndoshta edhe ka drejt. Mos dorëhiqet. Puna e saj se si e ka menduar. Se nëse bën dot fajshëm tani, po të nisim mbi fare. Jo mbi atë çfarë është ose prezumimet pa fajësisë. Nuk themi dot asnjëri nga ata të 3 që po flas nuk është i fajshëm. Po, ke shumë drejt. As Rama vetëm. Ke shumë drejt. Por ama sot Rama ka 3 fronte të mbyllura. Në kratë majt e kanë mbyll. Se Beni po flet. Në kratë djathtë Erioni e goditi ligjërisht dhe jo politikisht. Se shumë larg për ta goditur politikisht. Ligjërisht po e godet Erioni, ligjërisht po e godet Arben Ahmeta, ku thot e nxjerr nga një kështu Twitter, nga një cicërim her pas here. Dhe përballë ka Belinda Ballukun që thot aj sa di unë që me mua mos e kruaj se unë nuk jam as ai krau jot i majt, as krau i djath. Dhe është tamam si një min mesahat në gjykimin tim. Pavarësisht se çfarë mendojnë të tjerët, po janë sa gjëra nuk ja fus kot. Që është një min mesahat që ndoshta e rrezikon më shumë se të dy. Por në perspektivën europiane, kur të dalin 3 bashkëpunëtorët tu më ngushtë, se vari qillon për zotrin që i kishe shok, se duhet kishe shok fëmijërie, po e marr vesh. Ai tjetri kishte vlla atë dhe tha, ç'ti bën vllai tim, s'ka tu në. Tani ta ndajmë çik këtë pjesën. Por moralisht në kontekstin, s'ka aty moral tani të vodhi vllai, ç'të bësh, të vrau vllai, ç'a të bën. Themi, vlla do theme kam prap, më vjen shumë keq, më ndjek shpirti për të, po ç'ti bëjmë? Si dal tot përpara tani budalliqe që bën. Kështu dhe zonja, ai rrezikohet pushteti, karia, tavolina, lapsi propaganda Edi Ramës nga këta 3. Ky është thelbi, sepse lufta që ka nisur, më fal edhe një fjali dhe uale ta diskutojmë. Lufta që ka nisur momentalisht është që Ahmeta e godet Ramën, Veli e godet Ramën, Balluku godet Ramën. Dhe nëse këta nuk e godasin personalisht, fakti që këta 3 janë në rrjetën e spakut, në konceptin që janë përballë drejtësisë. Fakti që këta kanë qenë bashkëpunëtorë tim më të ngushtë. Fakti që vetë nëse kanë fije që lidhen midis Vis Berberit dhe Belinda Ballukut dhe apo ku digjon, drejtorëve të bashkisë me Erionin apo drejtorëve të Benit me Ahmetajn, nëse kanë shku telefonata deri te 3, kanë shku dhe te ky zotnia më lart, se s'ka shanse në botë. Asnjë shans nuk ka. Qoftë për kullat kanë qenë klientë të Ramës, pavarësisht të firmos të Erionit. Po, e dim këtë. Apo jo? Po. Pra KKRT-ja? Po, ai Erioni është dora 2 te kulla. Po. S'ka fonir Rama me Erionin për kullat, fjala vjen. Se s'na ka thënë që prokuroria në këtë pjesë. I kanë mbajt hetimet aty ku kanë dash ata. Pra ka folë Visi me Belindën për këtë pjesë, po Belinda Pllumit apo Kumuris apo Shpendit apo Shqiponjës, kujdo që ja ka dhënë. S'ka nuk besoj se ka vetëm ky rasti ku ky pas ka bërë screenshot.
pas ka fotografuar biseda. S'ka për tjerë aty, drejtori ARSH-s, që ta dini, publiku se ndoshta e dini, të gjithë punët që kanë të bëjnë me biznesmenët më të fuqishëm të ndërtimit të Shqipërisë, të rrugëve, nuk ka lënë nëpërmjet drejtorit të ARSH-s fare. Drejtori është, prandaj pozita e drejtorit të ARSH-s ka qenë nga më të rrezikshmet në koncept, sepse ti thjesht je në nyshmet, të urdhëron shefi, bëhe këtë salillarit, bëhe atë plumit, bëhe atë tjetrin çanta, bashkimit apo ndarjes apo kushdo që janë. Po Zamiri Çeti nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi fare kush janë emrat. Nuk ka rëndësi fare si quhen personazhet e re. Po i përmendim gjithë. Po pra, ideja është që ti kur futesh në një qorsoka ku ti je thjesht zbatus, je firmë e dikujt tjetër. Si ekzistokan vetëm për këto që dënë këta dhe nuk pas ka komunikim midis këtyre dhe atit madhe. Gjithë të telefonat kap më burë. 50 telefona e 60 kompjutra e s'del asnjë me lidhje me Ramën, fjala vjen? Po morani, gjitha rrugët çojnë Romë, the, gjitha rrugët e Ramat çojnë. Çështja e qëndron. Po, se bën dot thotë. Jo. Pra e kanë aty veprën dhe nuk e unë jam dakord me përgjimin e pa ligjshëm. Se dhe Belinda, ta përgjoj Belinda është e pa ligjshme. Shumë dakord jam. Se është e njëjta gjë. Po në fakti kur del telefon zotnis, që është indicie prapë nuk po them se janë të fashëm në asnjë moment. Po. Biles duhet vërtetoj prokuroria që këta e kanë bërë kështu si thot. Po, shkrimi se mund të jenë llaj që ka vaje, ta kanë thënë qinera, se mund të thënë unë tani ikim te Banka e Shqipërisë, vjedhim ja 10 milionë euro. Do të tregosh, edhe nëse vjedhet rastësisht Banka e Shqipërisë me 10 milionë euro, do të tregosh që kam hyrë unë, kam marr parat, po i kam çuar parat, edhe nëse s'm gjen parat, duhet faktosh faktin që të them diçka apo se po ta arrestosh njerëzit, po. Si sa duhesh. Jo, doja ndaloj këtë. Fakti është anëri që secili prej këtyre që kanë bashkëpunuar me Ramën, fije të çojnë tek Rama. Mund të edhe te Berisha. Mi disë, se merret vesh tani e vëlla tani. Nuk merret vesh, është e vërtetë. Mund të çojnë, a do lej deputeti i PD-s paktën nga këto ato që kishte kërkuar takim me zonjën fjalë. Tani këto lloj mund të çojnë kudo, mund të çojnë edhe te ndërkombëtarët. Po, mund të çojnë kudo. Ç'është që ndron në këtë kontekst. Ne dim diçka, domethënë gjithë ne kërkojmë që me të drejtë, që është e drejta jon, që s'paku ta thrasi Ramën. Po. Sepse është një njeri që djeni do ketë pasur Rama, si mos më keq. Tani që kondicionin, Në këtë kontekst, kjo është ajo dëshirë që ne kërkojmë. Por kur unë kam folur me individ të cilët vi nga fusha e jurisprudencës, kanë thënë që SPAK e ka të pamundur për sa kohë Rama është në detyrë që t'i japi një hetim, për shkak se është kryeministri i vendit dhe këto janë si marrëveshje të heshtura. Dhe kjo ndodhi, ne kemi modelin shkojmë te modeli që tha Marsidi. Kemi rastin e Sarkozys, u thrit, por u dënua pasi por kemi shumë modele më. Po mirë, dakor. Po në këtë kontekst themi te Marsidi. Në këtë kontekst, te parimet që tha Marsidi. Në këtë kontekst, Andri, neve kërkojmë nga SPAK-u që të thellojë. Do më lësh një pyetje masi të marrësh. Jo, ne kërkojmë nga SPAK-u që të thellohet, por duhet kuptojmë që dhe pushteti politik që ka kryeministri Rama ka valencën e vet në këtë ekuacion. Këtë drejt. Mund të ma lë një pyetje. Tani, nëse ecim mbi parimin e më të fortit. Nëse ecim mbi parimin që ky duhet dhe ai tjetër. Prit atë po them, prit se bëra pyetjen po them nëse ecim mbi këto parimet që themi që nuk do të jenë. Do rrim në status quo. Jo, nëse Rama është më i fortë i bie, po nëse Rama nuk na ikën. Si t'ja bëjmë? Po ta them unë, ose do gjejnë mekanizma, Anri. Po presim nga mesyt nga bota, po nuk ndryshon bota, nuk voton bota. Votojnë qytetarët shqiptarë. Anri, ja po të them, Anri, e kërkojmë neve përgjigjen, sepse ka dy mënyra se si
bie apo si kanë rënë në Shqipëri të paktën, se unë kur flas nuk dua ta konsideroj apo nuk dua ta marr. Fakti që thua që Rama po xhiron të mos ma përgjithësot kam vëlla. Jo, nuk do të përgjithsoj se nuk përgjithsoj, më dëgjoj pak. Fakti që Rama si kanë rënë birillat që ka anash. I ka të korruptuar, i ka të burg. Ky nuk e çdo të thotë përgjithësia është personale, jo kolektive. Ai nuk i konkur me këtë ide. O Anri, në këtë ekuacion pse? Sepse unë kam thënë është më i forti, nuk e prekin se është komunistër, kur ta prekin, kur shkon Rama 80 vjeç, po kam shkuar 80 vjeç, ma ka marrë jetën. Po ka një problem, Anri. Dhe prandaj kam thënë që ka një simbiozë të eshtu mes Ramës dhe Berishës, sepse kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë sot që ne flasim është i person non grata. Iku e, po. Është e rëndësishme se dhe në këtë kontekst ata nuk rrëzojnë Ramën pa rrëzuar Berishën. Pra, se besoj, po, është muhabet tjetër. Kjo është ajo çfarë një sekond, ja të ta them një sekond. Ti që unë ndërkombëtar, bëj deal qofse më qanë zemra për qytetarët shqiptarë, e të kundër të asaj që mendoj. Po prit, nuk po them për ty, jo burr. Jo, nuk është me mua. Nuk e lidha me ty. E di që nuk e lidhe me mua. Po më le ta them si kam qenë. Po thjesht do të, okej, thoje, po thjesht marrëdhënie diplomatike nuk mund t'i thjeshtësojmë. Sekond, prit, jemi dakord, po vetëm ma le që të qofse më qanë halli, po nuk është marrëdhënie diplomatike mbi 12 vjet janë shumë. Tani janë goxha, po bëjnë 16 vjet tani, nuk quhet më marrëdhënie diplomatike, quhet marrëdhënie partneriale, partneriteti. Diplomaci është ajo në fund. Po mirë, por unë do ta më pëlqen ta quaj partneritet. Si duash, dakord. Sa ata thënë partnerët tonë ndërkombëtar. Tani këtu jemi marrëdhënie partneriteti. Nëse unë do doja më qanë zemra për qytetarët shqiptarë, që janë këtë drejtë ku janë sot. Unë si ndërkombëtar, se ti thua nuk ikën Berisha për shkak të hallave që ka me drejtësinë. Edhe unë atë them, nuk po them se thua ti po. Ky është koncepti. Pra ka llogari me drejtësinë. Nëse un kam fuqinë e duhur për të bërë ndryshime, për të hequr ngratën Berishës, për të bërë një deal në marrëdhënie partneriteti, për të mirën e madhe. Po bëjmë conspiracy tani. Nëse unë do isha nga këto ndërkombëtarë të fuqishëm, do i thoya, hajde këtu ti, zotëri, po, ç'a halli ke ti? Hallin tënde të familjes. Po, do largohesh. Firmos këtu, do t'ishet non grata, dhe në raport me drejtësinë, po mori shpërdorim të tyre, maksimumi i të çojnë deri tek plazhi Ndërmi, bëjnë 3 ditë plazh, se s'ka që i bëjnë me moshën që ka Berisha. I heqin këto dosje në ndaja, nëse i bie xhani, dhe ikën Berisha, duke ja ish non gratën. Fjala vjen se për atë nisi beteja. Apo jo, rikthimi i Berishës për atë erdhi tani, le ta themi. E zëm se i iku kjo. A mendon se do ishte më e mirë Shqipëria ose Rama, po tikte Berisha do largohej, apo do gjente një Berish tjetër? Me fuqinë që ka, dhe këta partnerët sa do i duhej nëse heqin Berishën sot për të programuar dhe për të zbatuar një lider të ri, do i duhen minimalisht dhe 8-12 vjet? Nuk është kështu. Po kush do vi tani? Do dali njëri me flamur. Ja, mund tani më votonin mua se tha Amerika, po nuk funksionon ashtu popull shqiptar. Do dali me flamur. E kanë fjalën që iku kjo 16 vjet. Anëri Gruevski. A do i marrë edhe 2 mandate të tjera Rama, se një mandat do ta bësh gati, 2 ta marrë. Kem deduksionin në Maqedoninë e Veriut. Jo, nuk e ka modelin se sa po thej që kjo nuk ndodh, sepse Rama, prandaj po bëj këtë hipotezë. Po tani më dëgjoj sepse i njëjti kontekst politik ishte në Maqedoninë e Veriut. Po ti the pra ky është më i forti, nuk ka për të ndodhur gjë. Këtë po them unë po marr në mbi premisat që po diskutojmë bashkë. Sepse konteksti në politik, në pra ekziston mundësia që demokratët i binë Ramës edhe në detyrë. Këtë na thuj, po. Po, ma fal. Po, ke drejt, po fal. Konteksti. Për shembull, në Maqedoninë e Veriut, Gruevski ishte njeriu që opozita s'kishte çai bënte. Po. Dëryn ndërkombëtarët, dëryn me mekanizma, dhamë përgjime, dëryn kanë punë të brendshme, me fjalë. Iku. Si logjik. Përgjime, po dhe këto s'ka enkroçat neve në ndërkombëtar na vjen se nga na kanë. Po ndërhyjn kur duan punë të brendshme. Po ndërhyjn më. Shumë bukur. Dhe unë këtë tash po thotë Marsidi. Sot ata nuk duan për sa kohë kanë Berishën për këmbë. Bravo, nuk e heqin dot Berishën këta. Kaq të pafuqishëm janë. Tani unë mendoj që këta jo se nuk heqin dot Berishën, por Rama po bën çdo mekanizëm. Ma fal, të kam vëlla, ma lejo edhe këtë. Nëse unë do isha se kam praktikë në universitet. E di, më fal, po marrë. Nëse po më mbyllëm se unë do isha ndërkombëtar dhe
monitoroj Spakun. Do i kisha thënë gjën e parë Spakut, do i kisha thënë ju do merrni me Berishën o gjalla vdek, atë do m'largoni me parin. Harroni doset e tjera, në sensin e po që se kam ndërhyrë punët e brendshme, e kisha kap në 3-4 dosje, e kisha Gropos, e kisha Burgos me gjithë të tjerët, dhe kisha thënë ik tani e hapa rrugën për liderin e ri. Fjala vjen. Anëri, unë mendoj, do më thënë, Po tani kështu është mentaliteti për se këta kanë Spakun. Këta po godasin. Po nuk heqin dot Berishën. Anëri, në Spak, unë e kam thënë vetë disa herë. Spaku, secili prej këtyre ka interferencat e veta, qof Rama, qof Berisha, qof dhe Meta. Dhe unë e kam thënë 100 herë. Kjo gjë nuk është kaq e lehtë për tu. Po Amerikanët të kanë. Po Amerikanët, Dumanin mund kene aty të tjera aty që dhe ne dim edhe kur vendos zoti Dumani se si ka ndodhur. Tani, një gjë është procesi i ndërveprimit të ndërkombëtarëve dhe një gjë është procesi jonë i brendshëm. Unë nuk të, kur analizoj se dhe mund të kem perspektivat base ato që them unë atyre ase ka fare mende unë ja fus kot. Kjo nuk ka lidhje. Por në atë çfarë unë kam lexuar, kam kuptuar që sisteme të cilat janë të çimentosura, që kanë na 30-35 vite të njëjtit njerëz pushtet, do një ndërveprim nga jashtë që të krijohet kjo çarja e madhe dhe të filloj ndryshimi i status quo-s. E di, po dakord me ty, po kur do na vim edhe se na morën jetën më shumë. Po dakord se kur ku shkoj 50 vjet shumë. Po pyes dhe unë se të pyes ty një 2 kur, po tani te Varrezat do bëjmë Shqipërinë Europiane, ku këta e kanë, po. Do e mbyllësh vetë Anëri? Dashur miq, ta mbyllëm se apo do e mbyllësh ti? Unë atë mbyll. Dashur miq, unë besoj se lubia, tigri apo lali, besoj se janë mallkimet e Zotit Rama ose ajo që quhet zbeja apo shuarja e një ylli që e nisi karrierën e tij në ngjitje, por që besoj se do jenë pjesë e një supernova, një stuhie që do hedhi shumë shpejt nga aty ku është ngjitur. Nëse Rama të paktën me 3 ish bashkëpunëtorët e tij më të rëndësishëm sot i kërcënohen të karrige, ka vetëm një emër që besoj se cimenton gjithë pushtetin e tij të korruptuar. Pra, nëse ne do ngrejmë pikpyetje se mbi bazë dhe mbi veprimtari kanë punuar, thjesht duke analizuar arrëshën dhe klientët pranë qeverisë dhe jo ministres, pra kryetarit qeverisë dhe jo ministres. Thjesht duke analizuar klientët e ndërtuesve, kullaxhinëve, që kanë qenë klientë të Ramës dhe jo të Velijaj, thjesht duke analizuar klientët e tjerë të qoftë tatimeve, qoftë doganave, që kanë qenë klientë të Ramës dhe jo të ministrit, apo ish ministrit financave, e kuptojmë se këtu asgjë nuk bëhet pa miratimin e Edi Ramës. Për shkak se këta miqt mund t'i kenë të gjithë, po më shumë miq me këta që kanë futur duar te tepsia, kanë vjedhur në emër të miqësisë, janë më miqt e Ramës dhe të asnjë varësi tjetër të tij. Nëse drejtësia është gjysmake dhe funksionon vetëm për më të dobtin, nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm të qajmë se ky më i forti nuk do na ikë kurrë. Unë shpresoj që kjo gjë mos ndodhi për nuk kam syt kurrë, nuk kam pas kur sy nga partnerët ndërkombëtar se do të na vini të na shpëtoni. Unë gjithmonë kam hedhur tezën se nëse ka mundësi për ndryshim dhe shpëtim, kjo vjen vetëm nga ne dhe besoj se shqiptarët e kanë mundësi ta bëjnë këtë të paktën minimalisht 1 në 4 vjet për pushtetin qendror dhe po 1 në 4 vjet pushtetin vendor, por që kemi zgjedhje shpejt dhe duhet të reagoni me votë. Normal, kishe Jo, kam me ty mbas emisionit, s'kam gjë. Mirë, okay.
Kështu që të dashur miq, faleminderit që ishit me ne dhe ju urojmë një ditë mirë, shifemi sërish me lidhje të tjera, me tema të tjera që kanë të bëjnë me aktualitetin dhe jo vetëm. Mirupafshim.